nderuar qytetarë të vendit, e kom kënaqësinë t'ju njoftoj po ashtu se procesi zgjedhor po shkon shumë mirë në gjithë vendin. Dalja është e kënaqshme, deri në ora 15 kemi rreth 570.000 qytetarë që kanë votu, kanë vetëm 3 orë, më pak se 3 orë. Po ashtu kam kënaqësinë t'ju ftoj të gjithëve ta shfrytëzoni drejtën e votës, ju që s'keni votu, të gjithë qytetarët e vendit, vëllezër e motra që keni ardhur nga Mërgimi, edhe juve votuese zonja, veçanërisht për votuesit e kam një ftesë që dalin me votu, ta përfaqësoni veten te kutia e votimit e nesër edhe në emissione, që zëri juaj të ndëgjohet. Nuk kemi ndonjë paragusi të lajmëruar ose ndonjë shqetësim, pra jemi të kënaqur me daljen. E dim se ka pas ndërprerje të energjisë elektrike. Ajo gjë që na shqetëson nëse ndërprerjet ndodhin tani kur erësohet, shpresojmë që edhe i bëj thirrje Kerçit të gjitha institucionet që të bëjnë kujdes, pra që të mos ndërprerje të rryma, deri kur mbyllet procesi i votimit, e po ashtu edhe gjatë numërimit, pra që të mos prishet ky proces zgjedhor. Falenderoj pra të gjithë pjesëmarrësit në proces zgjedhor, edhe i uroj Kosovës këto zgjedhje kaq të mira. Faleminderit. Nuk kemi ndonjë paralajmërim që e prish procesin, pa ka pas aty këtu ndonjë vrejtje në proces, po jo diçka që e prish procesin zgjedhor, pa nuk kemi ndonjë lajm që e prish procesin zgjedhor.